Zoti kryetar, prania e kryeministrit në sallë, jo vetëm për raportin, por për çdo gjë të rëndësishme, është detyrim kushtetues. Madje edhe në rregulloren e kuvendit, në nenin 95, ne kemi parashikuar që të ketë të mërkurave një seancë pyetje-përgjigje me kryeministrin posaçërisht, që nuk ka ndodhur kurrë. Nuk ka ndodhur kurrë. Pra kryeministri nuk vjen në këtë parlament të jap llogari. Dhe konkretisht për çështjen e integrimit ka një problem thelbësor. Pra nëse në draft rezolutën që ne kemi sot përpara për ta miratuar sot në parlament, themi që duhet të mbështesim kriteret e Kopenhagenit, kryeministri ka një mendim të kundërt. Kryeministri mendon bashkë me presidentin e Serbisë që ne duhet të hyjmë në Bashkimin Evropian jo si antar me drejta të plota. Ky është një vendim i kryeministrit dhe i qeverisë, ndryshe nga çfarë na sjellin këtu në parlament. Dhe ne duam ta pyesim kryeministrin. Pra si do shkojmë në Bashkimin Evropian, si do antarësohemi në Bashkimin Evropian. Dhe mungesa e tij në këtë parlament nuk tregon forcën, por dobësinë e tij. Dhe kjo gjë duhet mbarojë zoti kryetar, kryeministri duhet vinë në sallë, të japë llogari dhe duhet përgjigjet të gjitha kërkesave për interpelanca dhe jo t'i delegojë tek ministrat e vet. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Noka. Zoti kryetar. Tani ju keni përcaktuar një rend dite këtu. Rendi ditës pika e 3 është mocioni me debat. Apo jo? Është zhvilluar një fushat sot një vit vetëm me një dokument në dorë. E mbani mend apo jo? Pasaporta europiane. Sot shqiptarët duan të dinë ku është ajo pasaportë. Sot shqiptarët duan t'ju raportohet për ecurinë në lidhje me këtë proces. Çdo qeveri që ndodhet në fazën që ndodhet Shqipëria, ju raporton popullit saj, negociatorët dhe kryeministri për ecuritë e integrimit, e procesit të integrimit. Jeni e vetmja qeveri, e vetmja mazhorancë që nuk raportoni. Dhe për çfarë po flasim? Po flasim për procesin më jetësor në të cilin po ecën ky vend. Shqiptarët duhet dinë, kemi ecur përpara apo kemi bërë hapa prapa. Leni atë me nxitimin e madh për të miratuar projektin e rezolutën. Po, projekti i rezolutës do miratohet se është vullnet. Edhe hyni për të ecur drejt përpara drejt integrimit. Por pse nuk i thoni sot shqiptarëve? Pse nuk i raportoni? Çfarë problemesh ka ky vend me krimin organizuar, me kartelet? Çfarë problemi ka ky vend me bllokimin që keni bërë drejtësisë? Çfarë problemi ka ky vend me korrupsionin galopant në cilin jeni zhytur të tërë? Çfarë problemi ka ky vend me demokracinë të cilën e keni asgjësuar? Kto ja u thot raporti? Dhe shqiptarët duan dikush ta referojë, t'ju thotë çfarë problematika që janë hasur dhe ku kemi ngecur dhe çfarë duhet bëjmë. Po ju jeni mësuar gjithmonë kur del çështja e problemet, jeni mësuar me teorinë e strusit, futni kokën në rër, po keni harruar se ato të pasmet i keni zbuluar. Ju shohin shqiptarët dhe ndërkombëtarët. Mos kujtoni se fshiheni dot pasaj. Nuk ndodh askund, në asnjë vend. Më gjeni një vend tjetër, që atje nuk është kryeministri. Nuk vjen kryeministri në këtë ditë, kaq të rëndësishme. Nuk vin negociatori, krye negociatori apo grupi negociatave, që t'ju thotë, t'ju raportoj qytetarëve të vendit. A mund më thoni, zotri, ndaj ju lutem, përpiquni sadopak se dhe ju, edhe ky parlament është pjesë e atij raporti, se si është goditur parlamentarizmi, se si është goditur demokracia, se si është marrë peng ky parlament. Ndaj të paktën ju përpiquni të dilni, ta lexoni atë raport dhe të dilni mbi këtë batak të cilin po ju zhysin ju për ditë. Ju zoti kryetar. Faleminderit. Tani diskutimet vetëm e vonojnë hapjen e debatit. Gjithsesi, edhe zonja Josefina Topalli dhe zonja Jorita Tabaku kanë kërkuar fjalën në procedurë. Ju lutem qëndroni te procedura që të fillojmë pa humbur kohë. Zonja Topalli. Zoti kryetar, nëse do shikoni arshiven e Parlamentit të Shqipërisë, në 25 vite do gjeni aty se kryeministrat e Shqipërisë me Fatos Danon, Sali Berishën, Ilir Metën, kush ka qenë, kanë qenë gjithmonë aty
në karrigën që i takon kryeministrit, për t'ju nënshtru pyetjeve, interpelancave, mocioneve dhe çdo kërkesë që parashikon rregulloria e kuvendit për të mbatur standardin e demokracisë përmes kolonës së kontrollit. Ju dini se kryeministri nuk është një influencer. Qenia pushtetit nuk matet me sa gjatë kryeministri flet në televizor, po sa ai pranon një ndër kushtet kryesore të demokracisë, që është parlamentarizmi dhe kontrolli që pakica ka mbi shumicën. Ndaj dhe unë këtë nuk e them thjesht për ta thënë, por ne kërkojmë një përgjigje nga kryetari i parlamentit. Pse nuk vjen kryeministri në seancë plenare? Pse nuk vjen kur i kërkohen interpelancat? Pse nuk vjen kur ka një emocion? Pse nuk vjen kur do shqyrtohet çështja kryesore për cilën ai ka pas shtyllën kryesore të fushatës së tij? Kërkojmë përgjigje, zoti kryetar. Zonja Tabaku. Zoti kryetar, ju jeni vetë dëshmitar që për herë të parë në këtë sesion parlamentar, në këtë legjislaturë, në fakt po raportohet për integrimin. Nga shtatori deri më sot, kjo është hera e parë që ne diskutojmë në një seancë për raportimin e qeverisë për procesin e integrimit. Kemi kërkuar vijimësisht që ky proces të jetë një proces i hapur dhe kjo nuk ka ndodhur. Më në fund, qeveria vendosi që ta bëjë debatin parlamentar. Po debati nuk mund të jetë i plot në qoftë se së pari kryenegociatorja nuk është këtu dhe së dyti kryeministri nuk është këtu. Me të drejtë, zoti Hasani ju referua mbledhjes së Komisionit të Jashtëm dhe të Evropës si një mbledhje ku shumë tema u diskutuan, po asnjë prej atyre temave nuk mori përgjigje. Asnjë prej temave që ne ngritëm nuk mori përgjigje. Për herë të parë, dhe unë besoj në këtë sallë bashkë me disa kolegë tjerë kemi vite që lexojmë raporti që ka sjellë qeveria ka vetëm një listë ligjesh. Kush e ka lexuar dhe e ka parë raportin, janë 50 faqe, vetëm një listë ligjesh dhe VKM-sh. Nuk është ky procesi i integrimit. Procesi i integrimit është cilësia e reformave. Procesi i integrimit janë vendimet politike të qeverisë. Procesi i integrimit është ndryshimi i kodit procedurës penale nga qeveria. Është reforma në drejtësi dhe është spaku, është vota politike dhe mbrojtja politike që i bët ballukut. Për këtë kemi nevojë që të bëjmë sot një debat. Një debat që për 9 muaj nuk ka ndodhur dhe sot duhet kishte ndodhur. Ju e keni parë vullnetin politik të Partisë Demokratike edhe me miratimin e rezolutës sot në mëngjes në Komisionin e Jashtëm. Por opozita kaq ka, vullnetin politik. Nuk zëvendëson dot as punën e qeverisë, as raportimin e qeverisë, as llogaridhënien e qeverisë. Opozita thjesht mund të shprehë një vullnet politik që kemi qenë të gatshëm. Jemi këtu të gatshëm për ta dhënë, por rolin e qeverisë nuk e bëjmë dot ne. Për këtë arsye i bashkohem thirrjes së kolegëve të thresim kryenegociatoren, të ndjekim procedurën nëse ka pyetje për raportin, të dëgjojmë kryeministrin, të dëgjojmë ato që e kanë përgjegjësi për të raportuar. Nëse integrimi është krye prioritet, atëherë ky duhet reflektuar këtu në parlament, duhet reflektuar me çdo vendim, me çdo ligj, me çdo marrëveshje dhe fatkeqësisht kjo nuk po ndodh. Zoti Peleshi, ju bëj dhe juve një herë thirrje që ta sjellim seancën në normalitet, ta trajtojmë integrimin ashtu siç duhet, me rëndësi dhe mos ta kemi këtë seancë sa për të kaluar radhën, për të miratuar një listë ashtu siç po bëni me ligjet dhe ashtu siç po bëni me çdo procedurë tjetër. Faleminderit. Faleminderit.